parë unë punoja në shpjeguese në New York për shumë vite. Dhe sa herë që punoja gjithmonë thosha vetes duhet t'i kthehem shkrimit. Punoja në shpjeguese që merrej me libra shkencor. Edhe udhtoja shumë. Udhtoja në Gjermani, në Kaliforni gjithandej, edhe me atë punë që kisha ishte shumë e vështirë që të shkruaja. Kam shkruar tregime, kështu jo me atë synimin që tamam t'i botohej. Por në New York je shumë afër jetës letrare. Kështu që gjithmonë shkoja në për lexime të ndryshme. Isha pjesë e komunitetit të shkrimtarëve, por isha më tepër si ajo, domethënë, përpiqej të bëhet shkrimtare, nuk, okay? Kështu që pastaj domethënë mora një hap të madh që e lash punën, edhe aplikova në për ca programe master që janë tamam vetëm për shkrimin. Edhe bëra një master atje në një